Mos ekstradimi i kryeministrit Nikola Gruevski është bërë shkak që LSDM-ja opozitare të hedhë akuza të reja në adresë të qeverisë dhe VMRO-DPMN-s. Opozitarët thonë se Mickoski dhe bashkëpunëtorët e tij po e mbrojnë qëllimisht Gruevskin dhe i mbajnë në zyrtar dokumentet e përgatitura që gjykata i ka dorëzuar në Ministrinë të Drejtësisë për ekstradimin e ish kryeministrit. Tani, ato dokumente janë në Ministrinë e Drejtësisë, kurse Ministri i Znamit, pjesë e tender koalicionit të Mickoskit, nuk i dërgon në Hungari, nuk ka asnjë arsye që të pritet formimi i qeverisë. Institucionet e kanë patjetër të punojnë dhe të veprojnë menjëherë. Nga LSDM-ja thonë se kjo pritje është e qëllimshme dhe se Mickoski dhe qeveria e tij po i japin mundësi Gruevskit të ikë në një shtet të tretë. Mickoski dhe qeveria e tij e mbrojnë qëllimisht Gruevskin dhe i japin kohë që të ikë në një shtet të tretë. Ky nuk është gabim administrativ, por mbrojtje e qëllimshme e një kriminali nga ana e shefit të organizatës kriminale VMRO-OKG. Çështjen Gruevski dhe mundësinë e kthimit e ka përmendur edhe Petar Maxar, kryeministër në ardhje i Hungarisë, i cili në një konferencë paralajmëroi ekstradim të Nikola Gruevskit dhe tha se Hungaria nuk do të jetë fole që mbron kriminal të huaj.